Në emër të publikut të Big Brotherit jam I keq ardhur për situatën e krijuar, por çfarë kisha për të thënë? Të ndjem shumë e ngarkuar edhe normalisht të thash që fjalët e mamit për mua janë shumë gjë. E vetmja gjë që më ka ngrohur nga gjitha bisedat dhe gjatë gjithë kohës po e rimendoja, ka qenë fakti që nuk më tha në asnjë moment që jemi mërzit me ty, nuk më ka thënë asnjë moment që na ke shqetësuar, por vetëm shqetësimi I saj është 103 ditë, kështu që këto 70 ditë unë nuk ja fal dy njerëzve që pretendojnë të fitojnë në kurrizën e dikujt tjetër. Rogerti është Si, a ka mundësi, ore, ti... Në fund të këtyre 70 ditëve që kanë ngelur, unë jam këtu për ata, edhe jam shumë e sigurt që edhe me këtë vendim timin unë e kam mbështetjen e tyre. Okej, Selin. A mund të them diçka? Po, Monika. Selin, nuk e di si do t'i marrësh fjalët e mia, por unë dua të them vetëm një gjë që kam 103 ditë që shikoj një vajzë 23 vjeçare që përballet me të gjithë mentalitetin shqiptar maskilist dhe poshtorus që bëjnë ndaj gruas dhe vajzës shqiptare. Dhe nëse ti dorëzohesh, ti nuk humbet Big Brotherin, po ta dish që janë gjithë ato vajza dhe gra jashtë që të suportojnë ty që do të mbasin një betejë me këtë opinion poshtorues që kanë në gjithë to vite tranzicion që na kanë degeneruar të gjitha ne grave dhe vajzave, prandaj ti do qëndrosh për të gjitha gratë dhe vajzat që të suportojnë ty. I rëndësishëm, sepse je ti ajo që do të vendosësh se kush do të përballet në televotimin për finalistin e parë të këtij edicioni. Kjo do vendosi Mateo në një shumë të dobët. Mund të përballesh vetëm veten me dikë tjetër nga banorët që janë aty brenda. Kështu që vetëm time me dikë nga banorët. Po, banorët që janë aty nga vendosja dita e Bekena? parë e qëndrimit. Pra, nga dita 1. Që do të thotë, nga ata që kanë, pra, si ty. I ke 104 ditë, të tjerë që kanë 104 ditë aty brenda janë Miri dhe Selin. Okej, do me thënë Mateo... Si, a ka mundësi, ore... Je kara po veti e shok, më rëpë shpisë. Po